Përshëndetje dashur komentuese, mu desh që ta lexoja 2-3 herë komentin tënd që të arrija të kuptoja se çfarë ke dashur të thuash. Të them të drejtën, edhe unë që e bëj këtë recet, mu duk shumë e komplikuar kur lexova komentin. Po flasim shqip dhe nuk po kuptohemi. Receta e brumit të fermentuar nuk është kaq e komplikuar sa që bëni ju. Unë e kam shpjeguar disa herë dhe kam thënë që për përgatitjen e këtij brumi do na duhet si fillim 60 ml lëng i fermentuar molle dhe 60 gram miell. Mielli duhet jetë miell i zi ose miell me hime. Arsyeja pse e përdorim lëngun e fermentuar vetëm herën e parë është që t'i japim brumit të fermentuar bakteriet e duhura me qëllim që të fillojë procesi i fermentimit. Kurse ditët në vazhdim, sa herë që brumi të ketë nevojë për të ushqyer, do ta ushqej me 60 ml ujë normal të pishëm dhe 60 gram miell të bardhë për bukë. Dhe pasi e kemi ushqyer, brumin e fermentuar do ta lëm gjithmonë që të aktivizohet në temperaturën e dhomës. Kur ka arritur pikën e tij maksimale, mund ta përdorni për të gatuar ose ta ruani në frigorifer për një kohë më të gjatë dhe ta përdorni kur t'ju nevojitet.